الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروار جماعت jemi me mësimet të cilat I ka grumbulluar Imam Bukhariu rahimahullahu teala nga imami I njerëzimit nga Rasulullahi alayhi salatu wassalam I cili profet është dërguar rahmet për njerëzit, mëshirë për njerëzit, nga se njeriu pa shpallje, pa pejgamber ka plon ignoranca, e ignoranca ka me veti inatin, e ka me veti të keqen, e ka me veti egërsin, e ka me veti kaosin, e ka me veti parregullsin. Andaj besimtari sa më afër shpalljes, sa më afër mirësisë, dijes, rahmetit, mëshirës, butësisë. Jo rastësisht çdo sure në Kur'an fillon me Bismillahirrahmanirrahim, në emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirblotit. Por çfarë arsye? Nga se të gjitha mësimet që vijojnë në këtë sure janë me mëshirë, janë në emër të Zotit I cili Zot është më I mëshirshëm, është më I buti. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në një prej mësimeve që ja ka mësuar sahabeve në mënyrë të konkretizuar, nuk u ka dhënë teori, na kanë lodh teorit, jemi lodh prej teorive, të ndërum xhamat, në teori këtë mirë jemi. Me thanë kush I keqi kur kush se qëndorën, kush mëkatari kur kush se qëndorën, cili ti ba Allahu gjunasë kur kush se qëndorën. Ndërkohë që nëse mendojmë se cili I miri, këtë e zojna vetën për aty, këtë e zojna vetën se jena të shkelt, se unë jam ajo viktima, unë jam I miri, kur kush s'po ma di e kështu me radhë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam mësimet I jepte praktike, jo me teori të thata, jo me filozofi, jo me gjëra të cilat nuk kanë fryt. Thot Jabir ibn Abdillah radhiyallahu an, kaluan pranë dy varrezave, konkret, kaluan pranë dy varrezave. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk e kanë ditë këto kush janë aty në varr. Ka thonë këto dy janë të dënuar. Kjo konkrete të ndëruam xhamat. Kë nuk ka hajgare me këta. Ka thonë këto të dy janë të dënuar. Dhe nuk janë të dënuar për diçka të madhe sipas këtyre dyve. Ato janë e madhe te Allahi, po këto se kanë llogaritë madhe. Tha njëri prej tyre, është të dënuar se I ka bajt llafët e njerëzve dhe ka bëu gibet. Dhe I dyti kur e ka bëu urinë nuk është rujt. Nuk është kujdes, ka në lajet të edhe min el baul. Së shëruj se ka logarit që kjo është dëmtim, se ka logarit që kjo është pa pastërti, e ka logarit si kur gjohiq. Qishtë e logaritin prot për njerëzve? Që ka logaritin prot për njerëzve? A muslimani është I pastër. Pasaj thot Jabir ibn Abdillah, atar tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, mi sjell një di lule, mi sjell një di filiza, të cilat janë të njom, ratbe, gjallë, ende kanë lang. Dhe e thaj përgjysëm, edhe vënoj të njëni vorë dhe pasaj të tjetëri vorë. Dhe tha, shpresoj që këto dy filiza do të aletojnë pak dënimin derisa nuk thahen. Shiko të ndërum xhamat, njeriu me gjuhën e vet bën vepra të cilat bëjnë shkak mu dënun vorë. Cili pi neve janë në menën gjuhës vet. S'ka, thojnë atëna, s'ka eshna, s'ka koc kjo, let shlohet, ama vrat koc. Let shlohet, ama vrat koci. Apo me gjuhë nis gjithçka e keqe, dhe me gjuhë nis gjithçka e mirë. Allahu subhanahu wa taala nuk ka kërkuar prej besimtarit diçka më shumë në Kur'an se sa me ruaj gjuhën e vet. Jo rastisht Allahu subhanahu wa taala dhe vetmin adhurim që e kalon
pa karar, pa doz, pa vakt. E cilin e kalon? Adhurimin e gjuhës. Namazi jo 5 vakt. Gjumaja në vaktin e vet. Ramazani në vaktin e vet. Zeqati në vaktin e vet. Haxhi në vaktin e vet. Këtë veprat e kanë dozën e vet, kohën e vet, sasinë e vet, e kështu me radhë. Vesh një adhurim e kalon të lirë dhe ka kërku me bo shumë. Pse? Për me mujt me mbulu që ishto t'i Ibn Qayyim el-Jauziyje këtë problemin tjetër. Sepse një gjuhë pa dhikr është një gjuhë me gibet. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: udhkurullahe dhikran këthira. O ju musliman, përmend në Allahun shumë. Thot Ibn Abbasi, sikur që ka transmetuar Imam Ibn Gjeriri at-Tabari në tefsirin e tina, ka thënë Ibn Abbasi, i vetmi adhurim që Zoti e kalon të lirë me bo sa të dush, është dhikri. Ti nuk mundesh me falë sabah me thonë mos ju qovan sabah pi fali 5 recate. Jo, dija të spars. Di. Ti nuk mundesh me thonë gjumaja e madhe vlla, gjumë dita më e madhe, pse s'pi falën a 10 po veç di. Po di e kalon Zoti, di recati ka gjumaja. Apo pse e ka caktuar me dozë? A e do të lirë po dhikrin? E pse e kalon të lirë dhikrin? Që kur të vjen me bë gibet me thon subhanallah. Të vjen me përmend dikan thu la ilaha illallah. Apo do me angazhu gjuhën po, angazhoje me dhikr. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, ajo gjuhë e cila nuk angazhohet me përmendjen e Zotit, do të angazhohet me përmendjen e njerëzve. S'ka dijan, o kemi përmend njerëzit, o kemi përmend Zotin. Ma mirë përmend Zotin. Ma mirë përmend Zotin. Me përmend Zotin fiton. Me madhnu Zotin fiton. E me i përmend njerëzit ban gibet. Andaj të ndërum xhamat, të mësohemi, të largohemi mëkateve të cilat ne nuk i llogaritim kur gjë. Çka tha Ali sallallahu alaihi wasallam? Innahuma la yu'adhabani fi kabirin. Këta janë të dënu për diçka të madhe në sytë e këtynve. Gibeti të na është bosini më normal. A ka kafe pa gibet? A ka mezhlis pa gibet? A ka kuvend pa gibet? A ulën dy veta pa gibet? Allah na ruaj të gjithëve ya rabbal alamin. Ti ruajm gjuhën tonë të ndërum xhamat. Dhe e dyta, për shkak të dënu këto dy. Edhe pse Imam Buhariu tash e ka kapitullin e gibetit, por ai tjetri për çka u dënu të ndërum xhamat? Sepse nuk ruhej prej urinës. Muslimani i pastër të ndërum xhamat. Muslimani i pastër, e pas këtë do vim kapitull të veçantë për pastrimin e besimtarit. Nuk guxon muslimani mos me kanë i pastër. Muslimani apo plot me feja porzihet edhe nevojtore, po porzihet. Porzihet edhe nevojtore, se pi nevojtore fillon pastërtia. Pi nevojtore fillon pastërtia. Nevojtore ta gërdit gjithçka. Andaj të jemi të pastër. Çka tha Ali sallallahu alaihi wasallam? Kjo tu dënu, para no dënim ka marr. Si kjo punë hajgare, dënim ka marr. Pse ka marr ja Rasulullah? Çka tha sa? Pse ja? Tha ky kur ka urinuar Zoti u nderoft, se ka këshir a lagët, as lagët, a përlijet, as përlijet. Kitë një për këta. Muslimani s'ban ashtu të ndërum xhamat. Muslimani i pastër. Një pik urine, namazi o kot. Një pik urine, namazi o kot. Ti ki fal, i e përli, me dit, pa di jo mesele tjetër. Ama me vetë di, ti e ditu, që kjo urin, ama une po falna, ti s'mun është mu fal ashtu. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na mësoi se shumë prej gjërave që në syrin ton duken të vogla, te Allahu subhanahu wa taala janë të mëdha. Dhe hadithin e radhës që e sjell Imam Buhariu për të argumentuar se gjuna i gibetit është i madh te Allahu subhanahu wa taala është hadithi Maizit, i cili kishte bëu moralitet. E pastaj kishte merituar dënimin pas shumë seancave dhe konkludimeve nga pejgamberi alayhis salam se a e ka bëu apo jo. Në fund dënohet. Një dy burra pi atënve, kur e shohin të dënu me gurzi, thojnë: ky tradhtari, ky amorali, ky zinaqari, 100 herë ka kthi pejgamberi sa ki prap ka armu dënu këtu. Edhe pejgamberi sa mi shujti. Kani herë, teoria s'ban dobi. Thujti sa dush atina, aj bat ala ma alim se ti, aj bat ala ma hoq se ti, ala ma i dishim se ti. Çka boni besam? E niti. Ata e hangrën derën e njërit dekëm, i cili kishte bën një gjuna e mur dënimin të Allahu pastruhe. Dhe pastaj tu kalu rrugës e pa një gomar coft pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi sa më donte mi dhon mësimet praktike, këtyre, prake mëkatin, prake gjunajin, prake të keqen e gjunajit. Çka ju tha? Tha hani pikë këtij gomarit coft ju të ditë. Ju të ditë çka tha atij tradhtar, hani pikë këtij gomarit.
Gomari të ndërum xhamat në shariatin ton nuk hahet. Edhe me pre, s'hajnë la gomar. Ha, lo po, devën po, delën po, dhijën po, kret, ama gomari nuk hahet. Nuk hahet, është ndaluar në shariatin Allahu subhanahu wa taala. Kafsha që hahet kur ngordhe s'hahet. Pra nëse delja ngordh nuk hahet. A nëse e pret, më mënyrë shariatike hahet. E tash të gomari jam plotsu dy. Edhe s'hahet në bazë, edhe ngërësirë coftin. Edhe ato reagun, tha nja Rasul Allah, coftinën gomar të hajnë na. Që të me hongë na coftinën? Kush përna thot? I dërgumi Zotit, tha hani, kula min hadhi, hani ju të ditë tha piksajna. Atër tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, po ju parzit hangret edhe ma keq. Ju parzit e mundu të dekmin. Ju parzit falet për të dekmin, i tha tradhtar. Gjuhë që anun mejnë, gjuhë ma e razë me hongë coftin. Çka tha Allahu xhelle xhelalu? A yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullah. Tha Allahu xhelle xhelalu, a ka donjani pi juve qef? A mos do donjani pi juve me hangër mishin e vllajt vet dekëm? Me hangër mishin e vllajt vet vdekëm. Të ndërum xhamat, me e pa ti një njeri. Tu hangër mish dekmi gjenaze. A i folti mu qatina. Tu kanibalo, njeri hajke. Legjëm, qofte haj, në gjenazin e hajke. Trishton gjenazja, a kish ka e ha gjenazja, a le baj trishtu ushëm. Mirë, qka tha Allahu subhanahu wa ta'ala? Fekerih të mu, a ju ven gërdi, a bezdisni, shumë keq, apo? Me po njeri të hangë gjenaze. Thot Allahu, ja, takullah, tu të një Allah se gibeti një soja. Tu të një Allah se gibeti një soja. A njeri nuk o këtu pse po folë për ta. A njëri sot të avolim se po folë për ta. Djetarët e muslimanëve të ndërum xhamat e kishin obligim me folë për njerëzi. Prapë zbanim gibet. Imam Bukhariu që ki i cili kam ledh hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ki punë e ka pas me folë për njerëzi. Punë e kupton. Vazife e ka transmetuesi. Ai filani, ai lani, arracak, ai drejt. Thot Imam Bukhariu, pasha Zotin e madh, pasha Allahun xhelle xhelalu, kur një njeri se ka mbo gibet. Kur asnjëherë se ka mbo gibet. Kur se kam përmendi kanë qësë është ati. Provoje të ndërum gjëma. Jeta ma e kanëshme mbot kur ti se përmen kërkam për njerëzve. Shumë shtira. Sharijet kjo let. Teoria është e let. Andaj që ka tha alayhi salatu wassalam, mos folni për ta. Se aj, tha wallahi, pasha ata i cile ka shpirtin të mdërën e vetë. Zotja ka falë gjunahin, edhe aj është duke shëtit në lumejt e gjenetit, aj ju të bo gibet për ta. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e zmadhoi punën e gibetit shumë dhe e tregoi se kjo është një e keqe e cila i ban dam shumë muslimanit në dunja para ahiretit. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala me të gjitha emrat e tij të lartë dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu t'i pastron gjuhët tona ya rabbal alamin, që Allahu t'i pastron gjuhët tona, që Allahu t'i pastron gjuhët tona, që Allahu t'i pastron shpirtat e tona, t'i pastron zemrat e tona. Lutim Zotin e Madh xhel xelalu që Allahu t'na angazhon sicilin prej neve me vetveten e vet, me gjunaat e veta, me istighfarat e veta, me hallet e veta. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhel xelalu na ruan nga gibeti, na ruan nga akuzimi, na ruan nga nemimja, nga bartja e llafeve. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xelalu na ruan nga çdo mëkat i brendshëm edhe i jashtëm. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu na mundson të jetojmë si musliman në hijen e mësimeve të Kur'anit dhe mësimeve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xelalu çdo gjuna të hapt dhe të pshet që e bojna, Allahut na i fal ya rabbal alamin. Ti fal gjunahet tona, ti fal gabimet tona, ti fal kusuret tona, dhe ti fal kusuret dhe gabimet e familjeve tona, ti fal kusuret dhe gabimet e të rive dhe të rejave tona. Ti udhzon Allahu subhanahu wa taala në rrugën e drejtë, në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العظيم
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا وأصلح شأننا وأصلح ديننا وأصلح دنيانا وأصلح لنا آخرتنا يا رب العالمين. اللهم رحماك بيتامى المسلمين والمستضعفين من المسلمين. اللهم من كان ظالما فأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين والمجرمين بالمجرمين والمفسدين بالمفسدين ونج اللهم المؤمنين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أرنا سلطانك وبطشك على الظالمين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.